Të përshëndes edhe unë, po në orën 12 pritet të startojë zyrtarisht seanca plenare e cila në agjend ka të parashikuar ditën e sot me raportin e Këshillit të Integrimit, ku pritet që pjesa më e madhe e diskutimeve të realizohen në këtë aspekt, ndërkohë që gjithashtu në agjend është parashikuar edhe vlerësimi i veprimtarisë vjetore të institucioneve të drejtësisë, të cilat kanë të bëjnë konkretisht me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor, ILD-n, pra Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, me SPAK-un, Prokurorinë e Posaçme, por edhe Avokatin e Popullit. Do të shohim me mjaft interes po pritet ditën e sotme në rast se opozita ose më saktë Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë do t'i bashkohen në kësaj seance plenare, pasi duke patur parasysh që 3 herët e shkuar kjo e fundit vendosi të bojkotojë seancat plenare pikërisht për sa i përket kërkesave që cilat sipas tyre ishin rrëzuar nga ana e majorancës socialiste, por më konkretisht edhe për sa i përket 5 kërkesave zyrtare të cilat janë shpalosur, le të themi, në këtë mënyrë përgjatë këtyre 50 ditëve nga ana e qytetarëve, dhe sipas demokratëve majoranca socialiste do duhet t'i dëgjonte dhe t'i reflektonte kërkesat e qytetarëve të cilët vijojnë me protestën edhe me rezistencën. Në këtë moment që po flasim vijon mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të marrë këtë fundit më pas një vendim në rast se ditën e sotme do t'i bashkohen apo jo punimeve të seancës plenare. Teksa pritet që të startojë pra në orën 12 të seanca plenare, jashtë ambienteve të Kuvendit, prej më shumë se një orë tashmë ka nisur mbledhja ose më saktë grumbullimi i protestuesve të cilët edhe sot, por edhe të njëjtën e kësaj jave, kur pritet të shënojë edhe le të themi seanca e fundit plenare për sa i përket këtij sesioni. Protestuesit dhe qytetarët pra do të vijojnë të shpalosin kërkesat e tyre këtë herë jashtë ambienteve të parlamentit. Në fakt kemi parë gjatë këtyre ditëve kur qytetarët kanë protestuar jashtë ambienteve të Kuvendit, se kanë patur le të themi akte simbolike nga këta të fundit, duke ju gjuajtur me vezë apo me miell makinave të kabinetit të ministrave të kabinetit qeveritar apo edhe vetë deputetëve, ndërkohë që ditën e sotme do të shohim se si do të shkojë pra edhe ky proces. Paktën nga ana e policisë së shtetit janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e seancës plenare, por natyrisht edhe për mbarvajtjen, le të themi sa më sigurt, të kësaj proteste. Paktën nga ajo se çfarë mund të konfirmojë deri tani, një pjesë e deputetëve të majorancës socialiste janë futur në ambientet e parlamentit, aty ku pritet që në orën 12 të startojë seanca plenare, ndërkohë që po pritet le të themi edhe vendimi që do të marrë grupi parlamentar i Partisë Demokratike nëse do t'i bashkohet apo jo punimeve të kësaj seance plenare. Siç edhe ti e thënë fjalën tënde të fundit, pritet vendimi dhe do ta kuptojmë pak minuta më vonë nëse do të jenë prezent, teksa Jonida ti më the se disa prej deputetëve të majorancës janë brenda në parlament, pra kanë arritur të jenë aty. Nuk ka pasur përplasje apo përballje me protestuesit të cilët ndodhen jashtë. Të paktën deri në këtë momente që unë po flas, Greta nuk ka patur incidente për shkak se hyrja e këtyre deputetëve të majorancës socialiste të cilët kanë mbërritur në ambientet e Kuvendit ka qenë nga hyrja e pasme, pra ndërkohë që edhe me pamje që ofron operatori Arsen Roshi, qytetarët dhe protestuesit paktën deri në këtë momente vijojnë të jenë të pozicionuar pikërisht nga hyrja kryesore e ambienteve të parlamentit. Duhet të theksuar se janë me qindra qytetarë, ata të cilët kanë ardhur dhe po protestojnë ditën e sotme duke shpalosur në këtë mënyrë edhe 5 kërkesa të cilat ne edhe i kemi dëgjuar nga qytetarët gjatë këtyre 50 ditëve, pra kërkesa të cilat fillimisht kanë të bëjnë me projektin e Zvërnecit, por ajo që nisi si një kauzë ambientaliste tashmë nga ana e qytetarëve janë shpalosur edhe kërkesa politike, pra më konkretisht ndërheqja e kryeministrit Edi Rama dhe një qeveri teknike, ndërkohë që paktën nga ajo se çfarë protestuesit kanë konfirmuar nga podiumi bulevardit Dëshmorët e Kombit gjatë këtyre ditëve kur kanë mbajtur protestën e tyre, kanë theksuar se deri në momentin që qeveria nuk do të reflektojë për sa i përket këtyre 5 kërkesave që këta të fundit kanë shpalosur, nuk do të ndalen edhe protestat. Krahasuar me herët e kaluara kur është mbajtur protestë jashtë ambienteve të parlamentit, situata le të themi ditën e sotme është paksa më e qetë. Duhet theksuar gjithashtu se nga ana e policisë së shtetit janë marrë të gjitha
gjitha masat për sa i përket mbarvajtjen sa më të sigurt jo vetëm të ligjvënësve, por mbarvajtje sa më të sigurt edhe të protestës ditën e sotme. Paktën na ndajnë edhe rreth të 30 minuta nga nisja zyrtare e punimeve të parlamentit dhe situata krahasuar me herët e tjera kur protestuesit kanë ndërmarrë le të themi akte simbolike është paksa më e qetë, megjithatë do të shohim se cili do të jetë reagimi që do të kenë qytetarët kundrejt vendimit që do të marrin deputetët e Partisë Demokratike, por edhe ata të Partisë Lirisë. Pra, fillimisht do duhet mësojmë në rast se do t'i bashkohen apo jo punimeve të parlamentit, por natyrisht edhe reagimet që kanë, pasi gjatë këtyre ditëve dhe vetë qytetarët e kanë artikuluar që kjo protestë është një lëvizje qytetare dhe është kundër establishmentit, duke deklaruar në këtë mënyrë që nuk kursejnë le të themi asnjë ligjvënës, qoftë ata të cilët i përkasin mazhorancës socialiste, por natyrisht edhe ata të opozitës. Në fakt deri në këto momente që dhe nga pamjet që mund të shohim, protestuesit kanë vijuar me thirrjet e tyre, kryesisht me thirrjet Rama në burg dhe Berisha në burg, dhe kanë artikuluar kërkesat të cilat vlen le të themi për t'i përmendur edhe një herë ditën e sotme, fillimisht shfuqizimi për sa i përket ligjit për zonat e mbrojtura, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, një qeveri teknike, shfuqizimi i ligjit të paketës së maleve, por edhe ajo i investimeve strategjike. Në fakt duhet theksuar gjithashtu Greta se kjo lëvizje qytetare ose më saktë kjo protestë qytetare e cila dje shënoi ditën e 50 dhe sot është në ditën e 51, ka qenë intensive dhe ka patur rezistencë nga ana e qytetarëve, teksa 2 ditë më herët një pjesë prej tyre kanë arritur le të themi në një konkluzion për të mbledhur edhe një kuvend të cilin ata e kanë cilësuar një kuvend kombëtar. Megjithatë, ky kuvend është hasur me polemika pasi një pjesë e qytetarëve ose më saktë një pjesë e organizatorëve të cilët kanë realizuar këtë kuvend dhe kanë cilësuar si të vetmen mënyrë për të qenë bashkë dhe për të vetmen mënyrë që qeveria le të themi kur këta të fundit janë të organizuar të dëgjojë edhe të reflektojë kërkesat që qytetarët kanë, ndërkohë që një pjesë tjetër e protestës, ose më saktë një pjesë tjetër e qytetarëve që janë bashkuar protestës, kanë deklaruar se ky kuvend kombëtar, pra ai kuvend i cili u mblodh rreth 2 ditë më herët, nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve të cilët janë mbledhur në shesh në këtë mënyrë duke kundërshtuar. Megjithatë, gjithçka do t'i lihet ditëve në vijim për të kuptuar më tepër rreth skenarit të protestës, për të kuptuar më tepër se si do të jetë vjushmëria edhe nga ana e politikës, edhe në rast se do të ketë, po them, plotësim të kërkesave të qytetarëve, pasi këta të fundit kanë deklaruar se në rast se nuk do të ketë një reflektim, protestat do të vijojnë, madje kanë theksuar edhe më tej se nuk do të bëjnë pushime verore, por do të vijojnë të mbushin sheshin bulevardin Dëshmorët e Kombit derisa kërkesat e tyre të plotësohen. Teksa dje mbërriti në ditën e 50 protesta, ashtu si kundër kanë artikuluar edhe vetë qytetarët në lëvizjen apo qëndrimin e tyre, nuk do të reshten së qëndruar e atje. Pra duket ndoshta diçka për të ja lënë të ardhmë, se nuk mund ta parashikojmë Jonida, por të paktën nga thirrjet e ndoshta edhe nga çfarë do të vijojë edhe në ditën e sotme, nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre dhe nga qëndrimi aty që nuk ka zgjatur pak. Po, Greta, në fakt, bazuar gjithmonë në atë se çfarë qytetarët kanë përcjellur nga podiumi, por edhe përmes deklaratave që kanë mbajtur për mediat, kanë theksuar se protesta do të vijojë deri në momentin kur do të ketë një reflektim dhe një dëgjim, le të themi në këtë mënyrë, të kërkesave nga ana e qeverisë. Edhe sot, pavarësisht se të paktën bazuar gjithmonë nga skenaret që kemi parë edhe herët e shkuar, edhe sot, teksa do të vijojë protesta në parlament edhe pasdite në orarin e përcaktuar, qytetarët sërish do të mblidhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të dhënë mesazhet e tyre, më pas për të nisur edhe marshimin, pasi e kemi parë tashmë është bërë tradit, le të themi në këtë mënyrë, që marshimi nis nga sheshi Skënderbej në bulevardin Dëshmorët e Kombit, më pas pasi përfundojnë, le të themi, fjalimet kryesore, qytetarët nisin marshimin në disa prej rrugëve të kryeqytetit. Nga ajo se çfarë një pjesë e organizatorëve, por edhe një pjesë e qytetarëve kanë artikuluar, kjo protestë nuk do të ndalen, madje as temperaturat nuk do të ndikojnë pra në mbarvajtjen e kësaj proteste, kanë deklaruar qytetarët, madje kanë theksuar se do të anullojnë edhe pushimet verore dhe do të vijojnë me protestën derisa të ketë një reflektim edhe një qëndrim pro, le të themi, kërkesave të qytetarëve. Megjithatë, gjithçka do të ngelet ditëve në vijim, natyrisht
do të shohim se si do të shkojë pra mbarvajtja e protestës, por edhe se si do të presë, le të themi, qeveria këtë rezistencë e cila hyn në ditën e 50 tashmë. Qytetarët janë ndjes ditën e sotme janë në fakt në ditën e 51 ku qytetarët mbushin sheshin dhe artikulojnë 5 kërkesat e tyre, të cilat nga ajo se çfarë nisi si kauzë ambientaliste tashmë ka patur ose më saktë janë artikuluar edhe kërkesa politike. Ndërkohë, Jonida, pjesëmarrja vazhdon të jetë konsistante si në të paktën e një përmbledhje të këtyre 50 ditëve sot në ditën e 51, apo ditë pas dite le të themi nuk është më ai numri që është zakonisht, sidomos kur përfshihet edhe diaspora? Nëse do t'i referoheshim pjesëmarrjes bazuar në protestat që janë realizuar jashtë ambienteve të parlamentit, pjesëmarrja le të themi është gati e njëjtë. Ndërkohë që në rast se do t'i referoheshim pjesëmarrjes në bulevardin Dëshmorë të Kombit, natyrisht në ditët e para ose më saktë në javët e para pjesëmarrja ka qenë më e lartë nga ana e qytetarëve, ndërkohë që le të themi gjatë këtyre ditëve kemi parë që ka rënë numri, megjithatë edhe vetë qytetarët nga podiumi kanë deklaruar se do vijojnë të shtohet numri i qytetarëve që do t'i bashkohen kauzës, kjo për shkak edhe të angazhimeve, qoftë punës, qoftë edhe aktiviteteve të tjera që kanë qytetarët, natyrisht ka rënë numri për shkak të edhe po them intensitetit të punës që kanë, por ata kanë theksuar se do të vijojë të rritet, madje edhe vijon të jetë në fuqi, le të themi në këtë mënyrë, edhe sloganin nesër më shumë, duke deklaruar se çdo ditë më shumë do të rritet pjesëmarrja. Megjithatë, nëse do të flasim për shifrat natyrisht do duhet të kemi një informacion më konkret, por nga ajo se çfarë kemi parë, krahasuar me javët e para apo krahasuar me ditët e para, në bulevardin Dëshmorë të Kombit natyrisht që ka patur, le të themi, një rënje të numrit të protestuesve apo të qytetarëve të cilët i bashkohen protestës. Megjithatë, theksova, mund të jenë shkaqe të ndryshme, mund të jenë puna apo mund të jenë edhe aktivitete të tjera. Teksa Jonida i rikthehem edhe seancës plenare të ditës së sotme, ndër të tjera, çfarë do të përfshirë rendi i ditës? Gjithashtu vlerësohet edhe puna e një sëri institucioneve apo jo? Përgjatë asaj çfarë do të diskutohet në rendin e ditës së sotme? Po, Greta fillimisht agenda parashikon le të themi raportin për sa i përket Këshillit Kombëtar të Integrimit, ku në fakt pjesa më e madhe e diskutimeve të deputetëve pritet të realizohen. Në fakt në këtë momente shohim se në fakt dhe me ndihmën e operatorit Arsen Roshi, shohim se ka patur një reagim nga ana e qytetarëve kundrejt deputetëve ose më saktë makinave të ministrave të cilët pritet të bashkohen seancës plenare, ka reagim dhe thirrje le të themi në korë nga ana e protestuesve, ndërkohë që për t'u rikthyer edhe një herë pyetjes për sa i përket agjendës së parlamentit, po pritet fillimisht seanca të nisë për sa i përket raportit të Këshillit Kombëtar të Integrimit, ku një pjesë e madhe e deputetëve pritet të diskutojnë në lidhje në këtë aspekt. Më pas do t'i lihet radha pikave të tjera ku do të bëhet vlerësimi i raportit vjetor të institucioneve të drejtësisë, duke nisur me avokatin e popullit, duke pasuar më pas me Këshillin e Lartë gjyqësor, me Këshillin e Lartë të prokurorisë, me Inspektoriatin e Lartë të drejtësisë edhe një sër të tjerë institucione të pavarura të drejtësisë. Qartë, mirë, Jonida, të falenderoj për gjitha informacionet e përcjella deri më tani edhe për gjithë raportimin tënd.